Atëherë këtu është një ose i bërë një çift, mashallah Zoti i shpërblet e bekov për një familje. Pa herë të shohim se si jetojnë familjet këtu. Tani jemi futur në shtëpinë. Kjo është shtëpia këtyre. Selam aleikum. Ja sa e thjeshtë shtëpia këtyre vëlla. Pra këtu jeton një familje. Selam aleikum. Salam. Këtu jeton një familje. Është dhoma e çiftit, besoj. Mashallah. Selam aleikum. Mashallah, mashallah. Kjo është dhoma e çiftit me sa duket, kurse këtu jetojnë pjesa tjetër e familjes. Domethënë për këta është gjë e madhe që është bërë një pos, kurse ndoshta për xhepin e ndonjërit prej nesh nuk është një gjë e madhe, po shihni se ku jetojnë dhe se si janë kushtet me të cilat ata jetojnë. Pra është një mur prej hasre, edhe thjesht nuk e di a bjerë shiu mrena apo jo, po kështu është situata me fjalë. Kështu që ne kot ankohemi për Zotin. Pra njeriu duhet vi këtej të shohë dhe të kuptojë mirësitë e Zotit ndaj tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse doni të përjetoni të mirat e Zotit, shihni ata që janë poshtë jush. Kështu që duhet me pa njeriu çfarë bëhet në botë të jetë falendërues ndaj Zotit për të mirat që i ka dhënë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.